Ky quhet byreku I kismetit vitit, që vjen viti me marsi. Byrek kismeti I themi ne, sa aty futet edhe I lek, sa të doni, 1000 lekë, 500 lekë, si t'i keni mundësit, për të pasë se kush nga pjesëtarët e familjes do t'a ketë kismetin atë vit. Dhe ka ngele e hershme dhe për mu mbetet e hershme, ne këtë byrek e bëjmë për Nevruz. Tirana e përdor për Nevruz dhe ditën e verës ne gjithmonë e kemi pas me 21 mars. Tu ka marrë një kokër vezë për ta zonë brumin me që është për pranverë, do brumin me të verë veze bëhet më I shkrifët dhe më I mirë. Nuk hallakatem petat mbas pjekjes, unë do marr vetëm të verdhin dhe të bardhin do ta ruaj sipër për harxhën. Ja. E por anoj që ke bardh nuk ka problem, se nuk është baklava. I hudhe dhe krypën, tek veni që hudha vezë, do t'i hedh gati 300 gram ujë. Po edhe uji është duke e pa, se nuk I dihet, milli dhe vezës. Dhe qa mallësie ka edhe në qovë se mielli ka shumë lakshti, tërheq më pak ujë. Po, tu hudh nga pak e tu e punu brumin. Të punohet 8-9 minuta dhe 10 minuta, varet sa e keni fuqin e krahut, si puna ime, unë jam pak e ngordme, se plak jam, po që të bëjmë, nuk më rinë durët, edhe këto njohuri do t'i lej për gjithë ndjeksat, në thashje punoj në tavolin, brumi që të zbutet me njerë, duhet ta mbash me ngrohtësinë e dorës, ja, ta mbledhësh me dorë, që t'i japin nxehtësinë e trupit, edhe ajo e zbut brumin dhe e punon me njerë, me mos ju munu. Flas për brumrat e forta. Tash I marr dhe e hap pak kështu. Edhe do t'i hudh me sy pak voj. Këtë e kam vojullini, varet. Se ky e bën më të shkrifët petën, edhe po të dali nuk ka problem. Unë do t'a lej tash, do t'a ndaj me toptha. Marr dhe ndaj për gjysëm. So ndaj dhe kuleçët. Sa një vezë. Jo shumë të mdoja, pak. Mbas 30 minuta, pushim, të mulume me këtë peshqirin e butë, filloj me hapjen e kuleçve. Këtu kanë dalë 18 kuleç, unë do t'i bëj dyshe, dalin 9 pet. 5 I hudh poshtë dhe 4 gjithmonë si përvej pak më pak. Unë I full dyshe në një seshte, gjithmonë peta punohet në një seshte, që të eci dhe dora, ka që e bëjnë edhe me miell, po del pak peta më e fort dhe më e trash. Si do që tjetë është pet dori dhe është shumë e mirë. Unë I hap dyshe, shu ka metodat e mia. Tani, kjo pjesa që del kështu më e butë, që është nga mrena, gjithmonë hapen një plom, ka që kam dorën, unë I kthej kështu, që të mori një seshten nga poshtë dhe peta si për të jetë më e thatë. Tash si nuk I hudh fare një seshte, do t'i lej kështu, vetëm tip kuleçësh, mund I boni dhe 3, 4, 5 kuleç, është puna juaj, nuk se është në gjë, nuk e hap vojnë ashtu, se përhapet dhe më prish petën. Kështu I punoj të gjitha. Do t'i lej që peta të thahen pak, të dalin tamam si peta baklavaje, I them unë, pak, derisa të marojun, ato kanë heq lakshtin dhe janë shumë të mira, sidomos për byreku me shpinoj, duhet jetë peta pak e mpiksur. Tash I filloj dhe I hap me pak një seshte. Inshallah dhe mu po m'hecën peta, se nuk e dihet, ftohtë është, ambienti nuk është shumë I ngrohtë, po ç'a të bëjmë, kur sejmë, atë hapet pak mirë, pastaj ecin vetë ato, po fillimi pak është I vështirë, se nuk ka temperaturën e duhur, brumi.
për tepsin time, që do ta punoj. Është e bollshme, se duhet që të ngele dhe pak anash, që të mlidhet hargja. Tash i marrë dhe e kaloj në mbulesën e bukës. Petat i kam lënë, aty kam 5 minuta, po thahem pak. Tu kam marrë 1 kile e qerek spinaq, po duke e pastru ngele tek 1 kilogramshi. Tash i marrë dhe i qikryp 1 luk millmisri. Të gjithë kanë millmisri në këto ditë, se është dita e ballakumeve, dhe ja hedh për ta mpiks pak atë lëngun që krijon vetë spinaqja. Tu kam 1 tuf koper, këtë mujta me gjetë, se ishte tha dhe tregu sot, kishte gjo, hudh 3 luk gjelle. Ja. Se do pak hargja parësh, me thonë të drejtën. Jeshillik, po kjo e zbut. Vetëm voj ullini. Tash i marrë dhe i përzi pak, po unë do t'i përzi me dorë, shumë ka qefi. Kështu është më originale, në mënyrë e larë gjithë spinaqin. Të mori vojin edhe krypën edhe mirrin që i hudha mrena. Tash i marrë dhe i hudh, këtu ka marrë 100 gram djath të bardhë, po të keni gjithë bëjni varet nga kushtet e familjes. Paroj dhe kjo punë, tash i mere me shtrimin e byrekut. Tepsin e kam ly me vaj, e shikoni edhe vetë. Tash i poshtë do shtroj 5, mirë po në një anë do t'a lej pak më shumë, ja, si e kam lënë pak më shumë, dhe do vazhdoj me anën tjetër, që të mblidhet byreku në fund. Lag edhe pak të, që mos rrie thatë kur ta mbështjell, të bëhet pak byrek i plot, që të njihet dhe ku është spinaqi. Tash i marr fus lekun, se harroj për ta fut, po harroj venin ku e fus, kështu që nuk di gjo, nuk e bëj me hile. Dhe i kthej këto anët, ja, në këtë mënyrë. Unë lotë kështu, po i vodhe qik voj këty në anësoreve, se thahen edhe nuk janë të shishme. Ja, me rudha pak, që të vi mushja pak e plot. Tash i kam dhe petën e fundit për të shtru. Byreku ka dali plot. Tash ti marrë e fus në një zjarr të avashët, ke 200 gradë, e fusun për 50 minuta. Byrekun e qita në fura, është bërë shumë i mirë. Tash ti morë dhe e kthej, kështu e kam unë adet, po nuk mërzitemi nga kjo punë. Tash ti vej tepsi tjetër, po duhet majtë mirë se ajo të djek, të përvlon nga duhet. Tash ti e fus pak të mpikset, nga 5 minuta dhe e fik sobën, që të bëhet pak kërce, se byreku me spinaq aty e ka lezetin, të piqet 5x5 dhe të shkrihet në gojë. Byrekun e qita në fura, tash ti unë këtë nuk mund të pres, se duhet të pres familjarët. Kur të vej thikën nuk i dihet ku bje leku dhe kujt i bje kismeti. Pra ne dhe nuk po e ha. Të gjithve ju uroj vit të marrë dhe marrësi paqe dhe ju. Na bëft mirë dhe ne.